Shipe emrimin e ministrave, atë pëlqyn ministrat? Po s'kan që ka me më pëlqy drejt me të tregu, asë nuk më pëlqy. Se e lidhe me njerë staft, ma ato s'ka ka provokaun dikur zoti Kurti edhe me këto asë Unë po tentoj me qenë sa ma popular që me më kuptu krejt masa, po me brumt njejt nuk mundesh me bo pite në ryshe. Qëta qyqana që i kem pas që 5-6 vjetë, qëta të njejtit kam bo një rokad, nuk pres rezultate. Unë me gjithë zemër për juroj, shqyqyr që institucionet u funksionalizu në një formë, e morën legitimitetin e vetë ligjor, por nuk pres kur gjotë që ta qyqana që 5 vjetë që i kem, nëse ka zhvillim pozitiv, sidomos në ekonomi, pas ke me vazhdo dhe me qëtë. Që për shembull e kena Lulzon Jakziun, e kena 3 Blerem Gashjanin, është i ri Saranda Bugujevci, Dimal Basha është ministri i ri, Armen Muja është ministri i ri, Fitore Pacolli, ministre e re, Mimoza para 15 vjetë o konsideru si ministrave ma të sukses në ministrinë e tregtis, kush është ministri i si. Nejse, është Fikrim Dam ka jakuzum për kjo upi mandatin për vjetët votave. Domani kemi kozaj, Andjen Hoti është ministri i ri, kemi dikonja 4-5 figurat që jenë ministra 3, që thatë me brum 3 nuk bëhet pitja, me brum vjetër është pitja njëjtë. Tash me të regoj, për krejt këtë me... Shamal është Armendi, Vitoria, Dimali, Andini, Fikrimi u konë, Lulzon Jakziu, Ministri Administratës Publike dhe Digitalizimit, Gashjani, Ministri i ri, sartonës, vëqja kanë të venë. Krejt këtëmve ministrave e kom një respekt jashtëzakonshëm për Lulzon Jakziun. Është një intelektual par excellence, është njerë i ndershëm, është i rendit, veç po friksona që në këtë farë halakame tonë mos është këj shumë ma i kulturum se që mundet në këtë ambientin tonë tegër me funksionu. Se për ndrysh është me të vërtet e ka meritu ku mi pas edhe një 5-6 si Lulzoni. Edhe pëse unë nuk e nja, personalisht, si duket jemi dikun fshina, se këmë nëherë me nxez kur hecim, shien këmë përshëndet, shto, është pak si i tërhekum, po është jashtëzakonisht i kulturum edhe kom marrë informacione për to është djallë fantastik. Plasti Kurtit. E për dost nuk e di, po sa për qësi krejt mi bo, si Lulzoni mi pas shok e vlazën musë më pengan. Qësi dosta, po që ka mi bo qësi ka do dosta që shdohet, se për që është në regull është. Lulzoni është ministri që e respekton edhe pret mas shumëti. Pres shumë nëse përkrahim politikisht Albini e krejt atjertë. Cili është ministri që nuk e meriton me qenë qëto? Drejt me ka dhënja 80% se meritojnë, 90%, kështu që hisë po him tash... Ja, ka s'po kështu me nëzirë deklarata. Ja, s'po duve me nëzirë, po këta janë shumica që veç po bëjnë rokada në vene. Dikush po është shef i grupit parlamentar si Mimoza, po del minister, tash është dikush tjetër anej, nuk pres për këtu me kur gjo. Arbemi tia prap ministri shëndetësisë? Po, tash qka ka bo këto 5-6 vjetë, prithën një dhentarë në ka marë. Nëse një të naqën me ministrinë e shëndetësisë, me sistemin e shëndetësisë, vazhdojmë tutje. Do thot, ti parafërsisht mund është me pa një njeri sa po punon këtu për 1 vjetë dherën 2 vjetë. Mrena 1 vjetë e 2, nëse stregon performancë, gjithë ku mbot e largajnë, vjen tjetëri, se këto nuk jo në poste që i ki bo vetë, nuk është firmë private qeveria. Une në avokaturën të emës mundë për me hekë kërkush, jam unë jem graniti edhe vazhdojmë partneri jam. Po këtu në qeveri, këta vetë duen mu tërhekë, kur e shojnë që nuk po kanë ka qek, nuk po kanë djetë. Qështë ashtë po të regaj? Me qenë si Albini. Këtu duen me kuptu gjithë. Ti si kryeministër, nuk është krejt të fitoria, na që 5-6 vjetë këj fiton bërshëm, po kur qysh nuk po hesin për para. Do thot, do të me pas politikani dhe një satisfakcion me pa populatën që në knaqën. Ju apesheni momentalisht. 51,1% me ka dhusë që respekt për 51,1%. Me kuptu që 5 vjetë kanë qenë qeviriset knaqme të pranume për qytetarë. Jënë rethanat, këtu nuk është puna veç e 51%. Jënë opozita qyqana, jom opozita që nuk kanë qenë aktiv edhe nuk po ka zgjedhje. Pas vetë qeverisës Kurti si komentot, se thatë që shona këta. Shumica e njerëzve po më kanë thonë, na e votojmë Kurtin se nuk po kemi zgjidhje. S'po kemi kanë me votu tjetër. Kjo do thotë është ma shumë pasiviteti i opozitës se sa fakti që në knaqë me këto. Po thush që vota e Kurtit është votë që nuk kam pas alternativ tjetër? Po, ma shumë është ajo. Ma shumë është që s'ka pak. Si me çfarë note klasifikon? Shumë ma dopt
se që kom prit. Shumë do të Unë me shumë qef 2021 e kom votu. Edhe në politikë t'jashtme ka qenë shumë i mirë, ka qenë fantastik, në raport me Sërbim posaçërisht, në krejt tjerat ka dështu e mas shumëti për ekonomi. Edhe njerë për përsëri se kom thonë para disa dite, lidhje me ekonomi nuk ka, qka është ma e keqe, as nuk po kryon ekip që mundën me menu për ekonomi. Artonin e ka emru mas energetike sa tjetë problematike me rrym, e ka emru Ministrët e Ekonomisë. Arton Rizvanolli. Po s'po du brejnë do ju dalë shumë thash 80% nuk e meritojnë me qenë. Rezultati i sti kristi ekipi, pritshmëritë e Kocit për 4 vjetë. Jo, unë nuk... Na tash keme pas blokadën e parë të presidentja. Gjasat reale janë që prapë shkojnë në zgjedhje. Sa dhe që disa shokëve të mi në diaspor nuk po i pelqen vetë fakti që i përthom keme shku, ka gjasa që shkojnë prapë në zgjedhje të përthojnë, o, mos e na merë në qafë se duhet me ardhë prapë e po kem shpenzime. Do thot, krejt këtu votimi është kondenzu në ato që sa pi hargjoj që ko me ardhë, se zbon me ardhë shumë shpesh. E jo, sa po me votime, sa po tentojmë me nërreq vetës jetën dhe me nërreq Kosovën. Pra, loja politike është ashtu që shpresoj që i Albini e kupton që nuk mjafton me fitu. Ti duesh me qatë votën që ki fitu, me ditë, me funksionalizu dhe me jetu. Qytetari i Kosovës nuk po jeton ma mirë. Manipulohet me shifra, thënë ka rritje ekonomike, a kërkush se përmen inflacionin, kërkush se përmen që 100 euro të sodit janë